Horoskopi ditor, e enjte, 2 tetor 2025. Dashi. Një periudhë dinamike fillon për dashin, ndërsa Marsi rreshtohet me Jupiterin, duke i mbushur ditën tuaj me energji shpërthyese. Cilësitë tuaja natyrore të leadershipit marrin në qendër të vëmendjes, duke ju ftuar të shfrytëzoni mundësitë në punë. Mund ta gjeni veten duke udhëhequr një ekip drejt suksesit. Prandaj përqafojeni çdo rol të ri me besim. Veprimi vendimtar në marrëdhëniet personale është qelësi. Adresoni çdo çështje të pasgjidhur me guxim. Yjet favorizojnë diskutimet që çojnë në harmoni. Megjithatë, keni kujdes nga impulsiviteti, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare. Pasi nxitimi mund të çojë në gjykime të gabuara. Shëndeti juaj lulëzon nëse përfshini aktivitet fizik në ditën tuaj, duke lehtësuar çdo tension të akumuluar. Projektet krijuese marrin një shtys. Lejoni që frymëzimi t'ju udhëheq. Ndërsa dita zhvillohet, balanconi entuziazmi me praktikën për të përfituar sa më shumë nga energjitë e sotme. Besojini intuitës suaj, por bazojeni atë në racionalitet për të siguruar që të gjitha veprimet të përputhen me qëllimet tuaja më të gjera. Demi. Me Venusin që ndriçon shenjën tuaj, Demin, fokusi zhvendose drejt dashurisë për veten dhe bukurisë. Ka të ngjarë të dëshironi rehati dhe kënaqësi, duke e bërë atë një ditë të përsosur për kujdesin ndaj vetes dhe relaksim. Ndër veprimet tuaja me të dashurit nxisin lidhje më të thella. Prandaj jepini përparësi kohës cilësore me familjen ose miqt. Në punë, durimi shpërblehet dhe qasja juaj praktike çon në zgjidhjen e problemeve të vazhdueshme. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet afatgjata në vend të kënaqësisë së menjëhershme. Vëmendja juaj ndaj detajeve bëhet një aset kur menaxhoni projekte personale. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në ushtrime themelore si yoga për të ruajtur ekuilibrin. Perspektivat romantike shkëlqejnë nëse hapni zemrën tuaj me ndershmëri. Njohuritë surprizuese nga bisedat e papritura mund të sjellin qartësi në dilemat personale, duke ju udhëhequr drejt një zgjidhjeje paqësore. Shfrytëzoni energjitë harmonike të sotme për të reflektuar mbi atë që ka vërtet rëndësi dhe për të hedhur themelet për një të ardhme të begat. Binjakët. Për binjakët, komunikimi mbretëron suprem këtë 2 tetor 2025. Pozicioni i hënës rrit elokuencën tuaj, duke e bërë atë një kohë ideale për të shprehur ide dhe për të nxitur lidhje të reja. Qoftë përmes shkrimit, të folurit apo shkëmbimeve online, fjalët tuaja kanë fuqinë për të frymëzuar. Në punë, zgjidhje inovative mund të dalin nga seancat e shkëmbimit të ideve. Përqafoni fleksibilitetin, duke ju lejuar të përshtateni me rrethanat në zhvillim pa mundim. Gjestet romantike janë veçanërisht efektive sot, duke i dhënë jetë të re marrëdhënieve. Financiarisht, kujdesuni të mos shpenzoni shumë për shkak të tendencave impulsive. Në vend të kësaj, eksploroni zakone të qëndrueshme që mbështesin sigurinë afatgjat. Kalendari juaj shoqëror mund të jetë i ngjeshur, por jepni përparësi kohës për reflektim, duke siguruar qartësi mendore. Rritja personale vjen nga dëgjimi i perspektivave të ndryshme. Prandaj angazhohuni në biseda që sfidojnë pikpamjet tuaja. Besojini instinkteve tuaja gjatë negociatave dhe do të zbuloni një rrugë drejt suksesit mes energjive dinamike të sotme. Gaforria. Dita e re sjell një fokus në shtëpi dhe familje. Dielli në një aspekt edukues ju inkurajon të forconi lidhjet familjare. Është një kohë ideale për të krijuar një mjedis mbështetës që nxit lumturinë dhe sigurinë. Riorganizimi i hapësirës suaj ose ndërmarrja e përmirësimeve në shtëpi mund të rrisë mirëqenien tuaj. Në punë, përpjekjet bashkëpunuese rezultojnë të dobishme. Prandaj kërkoni iniciativa ekipore ku empatia juaj mund të shkëlqejë. Financiarisht, është një ditë për të qenë konservator. Shmangni sipërmarrjet e rrezikshme. Përqafoni përpjekjet krijuese që ju rilidhin me rënjet tuaja. Ato mund të jenë trampolin në projekte të dobishme. Nga ana shëndetësore, dëgjoni nevojat e trupit tuaj. Ushtrimet e buta dhe një dietë e ekuilibruar mbështesin vitalitetin. Emocionet dalin në pa, duke ofruar një shans për të shëruar plagët e së kaluarës përmes dialogut të dhemshur. Lërini njohuritë intuitive të udhëheqin vendime të rëndësishme, duke qëndruar besnik ndaj vlerave tuaja personale. Dita e sotme premton të thellojë lidhjet emocionale, duke ju inkurajuar të vlerësoni dhe kultivoni botën tuaj të brendshme. Luani. Agimi i ri hedh dritë mbi shprehjen personale dhe kreativitetin. Me hënën që energjizon sferën tuaj artistike, ju frymëzoheni të shfaqni talentet që ju dallojnë. Takimet shoqërore ofrojnë mundësi për të bërë përshtypje me karizëm dhe talent,
duke forcuar rrjetin tuaj. Profesionalisht, aftësitë tuaja udhëheqëse njihen, duke hapur shtigje për promovime të mundshme ose sipërmarrje të reja. Megjithatë, qëndroni të qëndrueshëm për të ruajtur fokusin kur merrni vendime kritike. Financiarisht, merrni në konsiderat kultivimin e një qasje proaktive ndaj buxhetimit, duke vendosur objektiva të qarta për stabilitet afatgjat. Perspektivat e dashurisë janë emocionuese. Një takim spontan mund të çojë në një lidhje emocionuese. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga të qenit dinamike. Futni shumëllojshmëri për të mbajtur motivimin të lartë. Shfrytëzoni energjitë pasionante të sotme për të kënaqur aspirata që ndezin shpirtin tuaj, duke kujtuar të balanconi ambicje me relaksimin. Ndërsa përshkoni ditën, lejoni që besimi të ushqejë udhëtimin tuaj, duke ju drejtuar drejt përmbushjes së ëndrave që i mbani të dashura. Virgjëresha. Dita e re ka të bëjë tërësisht me balancimin e logjikës me intuitën. Merkuri ndikon në proceset tuaja të vendimarrjes, duke ofruar qartësi në çështjet praktike. Projektet që kërkojnë aftësi analitike mbajnë vëmendjen tuaj, duke ju shtyrë më afër arritjeve të karrierës. Ndërsa zgjidhja e problemeve vjen natyrshëm, lini hapësirë për mendim krijues. Inovacioni mund të burojë nga kaosi i strukturuar. Financiarisht, strategjitë e përafruara me rritjen e qëndrueshme japin rezultate pozitive. Marrëdhëniet e ngushta përfitojnë nga komunikimi i ndershëm. Zgjidhni keqkuptimet me dëmshuri. Regjimet shëndetësore përfitojnë nga një qasje e disiplinuar, por mos harroni të relaksoheni. Energjitë e sotme mbështesin heqjen dorë nga ajo që nuk shërben më, qofshin zakone apo sende që mbushin mjedisin tuaj. Përqafoni fleksibilitetin për të menaxhuar ndryshimet e paparashikuara që fillimisht mund të duken të frikshme. Ndërsa ecni gjatë ditës, besoni natyrës suaj të kujdesshme, duke lënë hapësirë për spontanitet që rifreskon shpirtin tuaj. Përdorni energjitë e forta analitike të sotme për të forcuar themelet tuaja për suksesin e ardhshëm. Peshorja. Yjet rreshtohen për të përforcuar harmoninë në sferën tuaj. Me Venusin që përmirëson aftësitë tuaja ndërpersonale, marrëdhëniet marrin vëmendjen qendrore. Është një ditë për biseda të përzemërta që shërojnë dhe ngren moralin, duke ju afruar më shumë me të dashurit. Profesionalisht, bashkëpunimi është qelësi. Kërkoni partneritete që përputhen me vizionin tuaj për rritje të ndërsjellë. Financiarisht, sot favorizon planifikimin e kujdesshëm. Investoni kohë në strukturimin e një strategjie të ekuilibruar për të rritur sigurinë afatgjat. Përpjekjet tuaja krijuese lulëzojnë, të frymëzuara nga bukuria përreth jush. Projektet estetike jo vetëm që qetësojnë shpirtin tuaj, por mund të transformohen në sipërmarrje fitimprurse. Shëndeti përfiton nga aktivitetet të moderuara dhe të këndshme si vallëzimi ose shëtitjet në natyrë. Jini të hapur ndaj ideve të pazakonta që sfidojnë normat. Këto njohuri sjellin perspektiva të reja. Ndërsa lundroni sot, lejoni që diplomacia t'ju udhëheqë në zbutjen e çdo zone të vështirë, duke nxitur paqen kudo që të shkelni. Festoni energjitë e sotme duke përqafuar bukurinë e brendshme dhe të jashtme. Akrepi. Dita e re thekson transformimin. Ndërsa hëna rreshtohet me Plutonin, jeni gati të përballeni me emocione të thella që çojnë në ndryshime të rëndësishme. Sot ofrohet një mundësi e fuqishme për vetanalizë, duke ju nxitur të hiqni dorë nga bindjet e vjetruara. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e hapur, ku cenueshmëria forcon lidhjet. Profesionalisht, mendësia juaj strategjike ju vendos në një avantazh. Komunikimi i qartë nxit rezultate konstruktive, veçanërisht në negociata komplekse. Një qasje e kujdesshme ndaj financave mbron nga gabimet e mundshme. Investoni në kërkime për vendime të informuara. Nga ana shëndetësore, eksploroni regjime që forcojnë lidhjen mendje-trup si meditimi. Kini kujdes nga intensiteti që shndërrohet në obsesion. Balanconi pasionin me praktikën. Ndërsa të vërtetat e fshehura dalin në dritë, shfrytëzojini ato për të sjellë ndryshime pozitive në jetën tuaj. Energjitë e sotme inkurajojnë përqafimin e papërsosmërive, duke kuptuar se ato krijojnë rrugën unike përpara. Përqafoni fuqinë transformuese brenda dhe lejojeni atë të jetë një dritë udhërfyese përmes çdo errësire. Shigjetari. Dita e re është i destinuar të zgjerojë horizontet tuaja. Ndikimi i gjerë i Jupiterit ju inkurajon të kërkoni njohuri dhe aventura. Është një ditë e përsosur për të thelluar në tema të reja ose për të planifikuar udhëtime të ardhshme. Profesionalisht, qasja juaj optimiste tërheq mundësi për rritje. Qëndroni të hapur ndaj bashkëpunimeve që premtojnë zgjerim.
Financiarisht, lëvizjet e guximshme mund të sjellin shpërblime të larta, por sigurohuni që ato të jenë rreziqe të llogaritura. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në ndershmëri dhe aventura të përbashkëta. Planifikoni aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe shpirtin. Shëndeti mbështetet nga aktivitetet në natyrë që fuqizojnë dhe frymëzojnë, duke mbajtur energjinë tuaj të lartë. Entuziazmi juaj është ngjitës, duke i çuar të tjerët të bashkohen me kërkimet tuaja. Megjithatë, keni kujdes nga angazhimi i tepërt. Ruani ekuilibrin për të shmangur lodhjen. Energjitë e sotme inkurajojnë përqafimin e lirisë, por gjithashtu kërkojnë përgjegjësi. Me një zemër dhe mendje të hapur, angazhohuni me botën me besim dhe kuriozitet, duke përgatitur skenën për përparime emocionuese në udhëtimin tuaj. Britsjapi. Dita e re i kushton rëndësi disiplinës dhe vendosmërisë. Ndikimi i qëndrueshëm i Saturnit mbështet qëllimet tuaja, duke e bërë ditën e sotme ideale për strukturimin e planeve që çojnë në arritje afatgjata. Në punë, zelli juaj njihet duke rritur reputacionin tuaj. Jini strategjik me investimet. Një qasje konservatore forcon stabilitetin. Në marrëdhëniet personale, durimi dhe mirëkuptimi nxisin harmoninë, duke lejuar që lidhjet të thellohen. Gjestet romantike të rrënjosura në sinqeritet mund të forcojnë lidhjet. Shëndeti përfiton nga rutina. Qëndrueshmëria në aktivitetin fizik jep rezultate pozitive. Ndërsa lindin sfida, qëndrueshmëria e shoqëruar me të menduari strategjik transformon pengesat në mundësi. Ndjekjet krijuese ju bëjnë thirrje. Kënaquni me aktivitete që përputhen me pasionin dhe ambicien e brendshme. Qëndroni të hapur ndaj reagimeve, duke i përdorur ato për të rafinuar metodat. Energjitë e sotme ofrojnë një themel të fortë për të ndërtuar. Përqafojeni këtë stabilitet, duke ditur se këmbëngulja është baza e suksesit. Lejoni që pikpamja juaj pragmatike t'ju drejtojë drejt arritjeve me ndikim dhe kënaqësisë së qëndrueshme. Ujori. Për ujorin është i shtyrë nga inovacioni dhe frymëzimi. Urani ushen dëshirën tuaj për ndryshim, duke ju nxitur të sfidoni konventat. Ndjekjet profesionale përfitojnë nga perspektiva juaj unike. Përqafoni teknologjitë që përmirësojnë proceset. Rrjedhëzimi me individ me të njëjtat mendje çon në ide të reja. Financiarisht, mendoni afatgjat, kultivimi i rritjes së qëndrueshme kërkon një mendësi vizionare. Marrëdhëniet lulëzojnë kur liria dhe individualiteti respektohen. Dialogët e hapur mund të rrisin mirëkuptimin. Shëndeti lulëzon me aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, siç janë vallëzimi ose sportet. Kini kujdes nga marrja e shumë rreziqeve. Balanconi kreativitetin me kujdes. Angazhimet shoqërore sjellin gëzime të papritura. Përqafoni mundësitë për lidhje që zgjerojnë perspektiva. Lëreni intuitën të udhëheqë si për marrjet eksploruese, duke u besuar instinkteve ndërsa qëndroni të qëndrueshëm. Energjitë e sotme inkurajojnë thyerjen e barrierave, duke nxitur një mjedis ku shpalosen potenciale të reja. Shfrytëzoni këtë energji elektrike për të inovuar dhe për të përparuar, duke realizuar vizione që çojnë në një të ardhme të përmbushur. Peshqit. Të gjitha të shenjës së peshqve përjetojnë një akord emocional drejt intuitës dhe empatisë. Neptuni rrit ndjeshmërinë, duke ju nxitur të angazhoheni me anën tuaj krijuese dhe shpirtërore. Projektet që kërkojnë imagjinat lulëzojnë, pasi aftësia juaj për të menduar jashtë kornizave është e pakrahasueshme. Në punë, bashkëpunoni me të tjerët që plotësojnë qasjen tuaj vizionare. Financiarisht, jini të kujdesshëm me sipërmarrje spekulative. Kërkoni këshilla nëse jeni të pasigurt. Marrëdhëniet fitojnë thellësi nga ndërveprimet e sinqerta. Ndani ëndrat dhe frikërat tuaja hapur, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që lidhen me ujin si noti, të cilat qetësojnë dhe përqendrojnë energjinë tuaj. Balanconi veten mes emocioneve të larta duke u mbështetur në praktikat e vetëdijes. Lejoni natyrën tuaj të dhëmshur të udhëheqë ndërveprimet, duke ofruar mbështetje aty ku është e nevojshme. Sidoqoftë, mbani kufit për të ruajtur mirëqenien tuaj. Energjitë e sotme ju ftojnë të besoni në mençurinë tuaj të brendshme, duke e përdorur atë për të frymëzuar dhe ngritur ata përreth jush, duke pohuar rrugën tuaj me qartësi dhe qëllim. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.